إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد Vetëm Allahun e adhurojmë, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta, çdo herë dhe pa ndërprerje më të dashurit të Zotit ja dërgojmë Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Zoti i Madhërisht në Kur'anin famadh urdhëron e thot: O ju besimtar, tregoni dhe dëshmoni frikë respekt meritor ndaj Zotit tuaj dhe mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë musliman, pra të nënshtruar ndaj Zotit të vetëm, ndaj Allahut të Madhërisht. Falenderojmë Allahun e Madhërisht për mirësinë e dhënë të festimit të këtij Bajramit Kurbanit. Pas gjithë asaj sakrifice madhështore që haxhilirët e bëjnë në vendet e shenjta, pas gjithë përjetimeve që ne paralel me ta i përjetojmë në vendet tona, duke qenë adhurues të pareshtur të Allahut Madhërisht dhe falenderues për mirësitë e tij ndaj nesh. Na bëri të mundur Zoti që të arrijmë edhe këtë fest në mënyrë që festimin ta realizojmë përmes adhurimit ndaj tij. Për disa çaste të shkurtra do të mundohem që përmes komentimit të surës më të shkurtër të Kuranit, surja El Kauthar, të përçoj disa mesazhe që ndërlidhen edhe me këtë ditë festive, por edhe me mësimet përgjithshme që kanë të bëjnë si raport me ata që nuk na duan apo na luftojnë për armiqve të Islamit, njëherët edhe në raport me vetveten, duke e ngritur veten në aspektin e devotshmërisë. Surja El Kauthar, sikur se thash, është surja më e shkurtër në Kur'an. Inna a'tainaka El Kauthar. Ajeti i parë i kësaj sure, ba'de Bismillahirrahmanirrahim, thot: ne ta kemi dhënë ty o Muhammed Kautherin. Sipas mendimit të shumicës e dietarëve, Kautheri është lumi, një prej lumenjve të xhenetit. Është lumi i Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, i cili do të jetë më i bardhë se sa qumshti, më i ëmbël se sa mjalta. Një mendim tjetër, Kautherin e komenton edhe si të gjitha mirësitë dhe begatit e shumta që Zoti ja ka dhënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sepse shprehja El Kauthar rrjedh nga rrënja e fjalës El Kathir ose El Kathra, varësisht se si përdoret ajo. Pra ka kuptimin e diçkaja që vije me shumicë. Dhe në këtë rast, fjala është për mirësitë e shumta dhe begatitë e panumërta që Zoti ja ka dhënë pejgamberit tonë të dashur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një komentim tjetër i këtij termi El Kauthar është se fjala është për trashëgiminë e bujshme morale dhe shpirtërore që Zoti ja ka dhënë pejgamberit tonë të dashur sallallahu alaihi wasallam, dhe njëherët edhe ummetin e madh, popullin e madh që ja ka dhënë, që është ummeti më i madh në histori të njerëzimit. Asnjë pejgamberi nuk i ka dhënë popull pasues më shumë se sa i ka dhënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Allahu i Madhërisht. Arsyeja e zbritjes së kësaj sure apo kapitine është për shkak se një person i quajtur As bin Wail, që është prej armiqve më të përbetuar të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kur i vdesin djemt pejgamberit tonë dashur, e dini mirë, më herët i ka vdek Ibrahimi, pastaj i vdes edhe Kasimi, edhe Abdullahu, edhe mbetet pa djem, mbetet vetëm me vajza, derisa më vonë i vdesin edhe ato, dhe ngelet vetëm Fatimja radhiyallahu anha, gjallë, e cila vdes 6 muaj pas vdekjes së pejgamberit tonë të dashur sallallahu alaihi wasallam. Kur i vdesin djemt, për shkak se në xahiliet, fatkeqësisht edhe sot, njerëzit çdo herë janë mburrur ku kanë pasur djem, për shkak se ka me vazhdu trashëgimia.
Loza biologjike do të vazhdoj sipas tyre. Edhe pse loza biologjike vazhdon edhe me vajza, por çdo herë e kanë pa vetëm nga aspekti i meshkujve. Edhe ka fillu publikisht me nënshmu pejgamberin Allahut sa që e ka quajt ebter. Ebter në gjuhën arabe i bie farshuar. Ati që i këputet loza familjare, nuk mund të ketë pasardhës. Pra në shenjë nënshmimi dhe ofendimi, kësi soi e ka quajtur publikisht Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Allahu e zbret surën El Kauthar me ajetet e saj ku thot inna a'tainaka el Kauthar. Ne ta kemi dhënë ty Kautherin. Pra duke e shpërfaqur mirësinë dhe vlerën e madhe të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe duke a bërë me dije atyre se ju mund të keni shumë pasuri edhe fëmijë, por realisht ato janë asgjë në raport me atë që Zoti i ka dhënë pejgamberit tonë të dashur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, sepse pasuria reale është ajo shpirtërore dhe morale, është ajo etike, edukative, dhe ajo e përkrahjes së njerëzve me nder dhe me vlerë. Pastaj vazhdojnë ajetet e thonë, fasalli li rabbika wanhar. Andaj ti falu i përkushtuar ndaj Allahut, wanhar dhe therr kurban sinqerisht për Allah. Allahu i ka specifikuar dy ibadete kryesore, që lirisht mund të themi janë ibadetet që i përfaqësojnë të gjitha adhurimet tjera në Islam. Namazi dhe kurbani. Namazi që nënkupton lidhjen e drejt për drejt mes nesh dhe mes Zotit ton, kur ne komunikojmë me Allahun përmes ritualit të faljes së namazeve, dhe kash kurbani është ajo dëshmia materiale që ne ja paraqesim Allahut kur flijojmë kurbane për hir të tij, për ta dëshmuar devotshmërinë tonë ndaj tij. Prandaj në një farforme Allahu e ka qetësuar shpirtin e Muhammed Mustafas, alayhi salatu wassalam, e ka ngushëlluar atë sepse i ka ardhur shumë rënd kur i ka dëgjuar këto fjalë prej këtij personi dhe prej të tjerëve që janë ndikuar prej tij. Pra ja ka bërë me dije se ti vazhdo të ske arsye të mërzitesh për këtë fjalë, por arsye se askush nuk është si ti. Askush nuk ka vlera më shumë se sa ti, edhe askush nuk lë pas vetes trashëgimi më të bujshme shpirtërore dhe morale se sa ti. Prandaj i tha fasalli li rabbika wanhar. Ti vetëm vazhdo edhe falu i përkushtuar, sepse ajo që t'jep ty vlerë më së shumti dhe më së miri është namazi që ti e kryen karshi Zotit. Dhe në anën tjetër në aspektin material të flijimin dhe Allahut Madhërisht e ka përmendur kurbanin, i cili duhet të therrët sinqerisht për Allah dhe për askë tjetër përposh Zotit Madhërisht. Të dy këto ibadete ndërlidhen edhe me ditën tonë festive. Në mëngjes e kemi falur namazin e Bajramit me përkushtim maksimal, shpresojmë tek Allahu i Madhërisht. Gjithashtu kanë filluar pas namazit e Bajramit shumica prej muslimanëve të therrin edhe kurbanet e Bajramit. Pra për t'ia dëshmuar Allahut këtë ritual me sinqeritetin maksimal, se ne e bëjmë vetëm për ta arritur kënaqësinë tënde dhe për ta ngritur devocionin tonë. Pastaj ajeti i fundit thot inna shani'aka huwa al-abtar. Armiku yt o Muhammed është farshuar. Është ai i cili realisht është kputur në pasardhje. Duke u bërë me dije armiqve të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam se ne nuk trashëgohemi biologjikisht në vlera, në mirësi, në begati, në pasuri shpirtërore e morale, por trashëgohemi shpirtërisht dhe moralisht. Dikush mund të ketë më së shumti fëmijë, edhe më së shumti pasuri, por nëse s'ka vlera morale, ai s'ka realisht asgjë. Merreni edhe analizoni këtë person që e ka ofenduar pejgamberin e dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Çka ka trashëguar pas vetes ai? Çka i përmendet atij diçka që e kalon pas vetes? Nuk i dihet madje as sa fëmijë ka pas. Ndërkaq pejgamberi ton të dashur sallallahu alaihi wasallam i dihet e gjithë trashëgimia e tij e bujshme. Edhe atyre pasardhësve që i kalon e që i kanë vdek, por i dihet mirëfilli dhe trashëgimia pejgamberike e tij, që është pasuria më e çmuar në botë që ekziston. Fjala e Allahut, Kurani, dhe është tradita pejgamberike e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, përmes së cilave me miliarda njerëz udhëzohen, orientohen, e adhurojnë Allahun e Madhërisht si duhet, i zgjidhin problemet e tyre jetësore, e qetësojnë shpirtin e tyre përmes këtyre porosive kuranore dhe pejgamberike. Këto ajete kuranore na bëjnë me dije se ne duhet të preokupohemi me shërbimin ndaj fesë së Allahut Madhërisht.
me shërbimin ndaj vlerave. Nuk duhet të preokupohemi me atë që mund ta thonë të tjerët për ne. Dikush mund të na shajë, mund të na ofendojë, madje edhe shumë rënd, sikur se i ka ndodhur edhe pejgamberit tonë dashur sallallahu alaihi wasallam. Por kjo nuk duhet na shpërqendroj. Përkundrazi, kjo duhet na motivoj, nga se derisa jemi në rrugën e vlerave, në rrugën e së drejtës, do të luftohemi nga antivlerat, do të luftohemi nga bartësit e tyre, do të luftohemi nga armiqtë e së vërtetës. Pastaj, ajo që realisht neve na e fuqi, edhe qetësi, është përkushtimi ndaj adhurimeve që ne i kryejm karshi tij, karshi lartë madhërisë së tij. E më së miri e bëjmë duke i fuqizuar raportet tona përmes namazit dhe përmes kurbanit që ne e sakrifikojmë për hir të Allahut të Madhërisëm. Dhe këtë në fund, kushdo që i kundërvihet vlerave, i kundërvihet të vërtetës së Allahut, ai realisht ka shpall luftë me Zotin. Kush mund ta fitojë luftën kundër Zotit? Askush. Prandaj në mënyrë menjëhershme Allahu i Madhërisëm i kanë ndëshku ata persona që e kanë ofenduar pejgamberin tonë të dashur sallallahu alaihi wasallam si farshuar, sepse zbritja e këtyre ajeteve realisht do të thotë ndëshkim për ata persona që e kanë bërë një paturpsi të tillë. Andaj edhe neve na takon me u marrë vetëm me vlera dhe me mirësi, e Allahu merret me armiqt e Islamit, me armiqt e tij. Për fund nuk më ngjelet tjetër vetëm se t'u uroj këtë festë madhështore dhe të bukur të Bajramit Kurbanit, lut Allahun e plotfuqishëm që çdo herë të keni lumturi dhe gëzime në familjet tuaja, sikurse kërkoj prej jush shumë vllazërisht dhe sinqerisht që këtë Bajram dhe gjitha Bajramet tjera të mos i kaloni formalisht. Përjetojeni çdo çast dhe çdo moment të këtij Bajrami. Mundoni sa më shumë me shtri dorën e rahmetit dhe të dashurisë, me i të i kalu problemet eventuale mes nesh. Nuk ka jetë pa probleme, nuk ka jetë madje as pa padrejtësi. I kanë bërë padrejtësi pejgamberit dashur, e si është fjala me ne. Te i kaloni ato për hir të Allahut Madhërisëm. Nga se ne synojmë diçka që është shumë më me vlerë se sa çdo tjetër. Madje edhe më me vlerë se sa egoja jonë, më me vlerë se sa e drejta jonë, më me vlerë se sa ajo që neve na lëndon, është kënaqësia e Allahut Madhërisëm. Kush e shkel unin e tij, egon e tij, nuk lejon që në zemrën e tij me pas mendje masi. Kush e shkel egon e tij, në zemrën e tij do të ketë mëshirë dhe dashuri. E kushdo që mëshiron dhe dashuron për hir të Zotit, Allahu do ta dojë dhe do ta mëshirojë atë në një mënyrë specifike dhe speciale, sikur sa ai ka treguar në Kur'an. Allahu në Kur'an çfarë thot për bamirësit? Allahu thot se bamirësit i trajton me mëshirë ekskluzive dhe të veçantë. Prandaj bëni mirë sa më shumë me fjalë dhe me vepra. Te i kaloni, arsyetoni për hir të Zotit, nga se askush nuk do të falet pa fal. Askush nuk do të mëshirohet pa mëshiru. Nëse dëshirojmë Zoti me na fal, duhet të falim. Nëse dëshirojmë Zoti me na mëshiru, duhet të mëshirojmë, e tek ai e kemi kthimin të gjithë. Lutim Allahun që ta kemi kthimin sa më dinjitoz edhe sa më faqebardh, e dalim para madhrisë së tij krenar. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.